Zonë dhe zotëri, ju jeni në vendin e duhur, duke ditur që debati i sotëm për të drejtat e komunitetit LGBT do të bëhet këtu në studion e Infomagazinës. Dhe në studion e Infomagazinës jam me zotin Gzim Kelmendi, deputeti pavarur i kuvendit të Kosovës. Zoti Kelmendi, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Arsye që ju kam ftuar këtu është se keni patur një reagim në rrjetin social, do e elaborojmë më tutje gjatë emisionit. Nga krau tjetër, Petrit Zogaj, aktivisti i shoqërisë civile. Petriti ka marrë pjesë sot në marshin që është organizuar në qendër të Prishtinës kundër homofobisë dhe nuk ka qenë vetëm Petriti, po ka qenë nisur nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe gjithë aktivistë tjerë të shoqërisë civile dhe që mbrojnë drejtat e këtij komuniteti. Petrit, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Atëherë le të ndjekim detajet para se të nisim këtë debat në studio, se çfarë ngjau sot në qendër të Prishtinës dhe cilat ishin mesazhet kryesore për të rikthyer me pjesën e debatit me Petrit Zogajn dhe Gzim Kelmendin. Sheshi Skënderbeu është vend takimi për krahësve të komunitetit LGBT. Disa me bluza e disa vetëm me flamuj do të marshojnë kundër homofobisë dhe transfobisë. Pjesë e kësaj ngjarje janë edhe drejtuesit e Kosovës e shefat e ambasadave të huaja në vend. Bile përkrahja për këtë komunitet erdhi edhe nga nënkryetaria e Parlamentit Evropian Urlik Lunacek. Ajo tha se është shumë e rëndësishme që të ketë mbështetje për LGBT-n. Unë jam lesbike dhe nuk e kam fshehur dhe e di që është shumë e rëndësishme që çdo kush të ketë të mundur të jetoj pa frikë. Është shumë e rëndësishme të shkosh në shkollë dhe në punë e të mos kesh frikë të tregosh se më kë ishe për të parë një film një natë më parë. Se është kundër homofobisë e transfobisë, e tha edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Dalloway. Është një ditë shumë e bukur dhe jam shumë i lumtur që jam këtu, e shoh shumë njerëz dhe kjo është jashtëzakonisht inkurajuese. Faleminderit të gjithëve që kanë ardhur këtu e posaçërisht ata të cilët mbështesin njerëzit për të drejtën e njerëzve për të dashur këtë duan. Mbështetësi të drejtave të këtij komuniteti në Kosovë u shpreh edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Jemi këtu për të bërë ecjen e solidaritetit me këta njerëz që janë mbledhur sot këtu, dhe siç thotë ambasadori Shebao, secili mund të dashuron secilin ashtu siç dëshiron. Kosova është e re, është Kosovë evropiane. Gjithat e drejtat e çdo qytetari, çdo komuniteti janë të garantuara me kushtetut dhe ligje. Me pankarta dhe flamuj në duar, marshuesit u nisën drejt sheqit Zair Pajaziti, duke mbajtur edhe fjalime. E ambasadori britanik Rory O'Connell në këtë ditë kishte zgjedhur një veshje të veçantë në shenjë solidarizimi me personat e komunitetit LGBT. Me gjërë ndryshme, sepse kjo është ditë e lumturisë. Kjo është ditë me festu një pjesë e shoqërisë kosovare. Është vetëm një pjesë e mesazheve që u dhanë sot në një moment kur qendra e Prishtinës kishte marrë ngjyrat e ylberit duke përkrahur komunitetin LGBT. Ka patur edhe një sër organizime tjera, natyrisht ka patur edhe debate cilat janë transmetuar vazhdimisht nëpër mediat kosovare. Petrit Zogaj, ju morët pjesë sot në marshin kundër homofobisë. Pse bët një gjë të tillë? Nuk është hera parë që jam pjesëmarrës i marshave, është një marsh që shoqënisë, një pjesë të shoqënisë, pak a shumë i mohohen disa të drejta, cilat ne i kemi të garantuar madje edhe me kushtetut, dhe se sigurisht që duhet i kemi të garantuar dhe me ligje përkatëse dhe me dokumente tjera cilat do duhet i prodhonin institucionet tona, qeveria jonë, institucionet tjera, në mënyrë që shoqënia jonë tjetë e lirë të zgjedhë çfarëdo orientimi seksual, të ketë çfarëdo marrëdhëniesh me njerëzit, të ndërtojë një raport krejtësisht barabartë, të ketë të drejta cilat mund t'i realizoj brenda një shoqënie. Pra, është diçka që ndodh edhe në shtetet tjera botërore, do të thotë Shkilen të drejtat e komunitetit LGBT në Kosovë? Po, shoqëritë konservatore kanë problem shumë me këto lëvizje. Edhe shoqëria kosovare. Sigurisht, ne jemi konservator goxha shumë, ne jemi shoqëni goxha shumë e mbyllët, ndoshta edhe për shkak të historisë një pjesë, për shkak të sundimit, për shkak të mos pasjes së qasës në informacione, në ato se
çfarë ndodh nëpër botë dhe sigurisht edhe për shkak të fenomenin, kuptimin që mund të jetë më re si lëvizje globale. Kështu që shoqëritë konservatore, shoqëritë cilat nuk i pranojnë gjë që mund të konsiderohen si blasfemike, si diçka që mund ta shajnë rendin ekzistues, traditën, sigurisht që në këto shoqëni, pra sigur që jemi ne, të drejtat e LGBT-s, pra e komunitetit, nuk është që realizohen. Është marrë mënyra e duhur, zoti Zogaj, mënyra e duhur për dalë në kundërshtim të homofobisë? Më leni ta shpjegoj pse. Ka plot konferenca, ka plot takime, ka plot debate, ka plot diskutime që ndodhin gjatë ton vitit. Dhe ato marrin më së paku vëmendjen. Kuptimin që ka vëmendje, shkojnë njerëz diskutojnë, ka organizime të tilla, konferenca, debate, workshope dhe gjithçka tjetër që organizohen, mirë po vëmendja nuk është që është aq e madhe dhe nuk prodhon shumë debat sepse janë kryesisht në ambientin të mbyllura. Marshët të tilla, sigurisht ky sot, sigurisht ai para një viti, dhe sigurisht që do të jetë edhe vitin tjetër, janë ato që e shpalosin pak më shumë, pak më gjendësisht. Është promovim i tepruar, po e quaj kështu sforcim? Jo, nuk është sforcim. Ky marsh, për arsye se një debat i tillë po ekziston nëpër rrjetet sociale. Po, sigurisht që ka, thash që në shoqëritë konservatore ky mund të konsiderohet si promovim, si sforcim i tepruar, jo. Pse duhet me i pengu dikush që ecë nëpër shesh të lirë, me një flamur se cilën do që zgjedh. Në kuptimin e flamujt, cilët përfaqësojnë komunitetin në këtë rast, dhe të thotë se shihni, ne jemi shoqëri konservatore, ne jemi shoqëni të cilat themi që kemi një traditë, ku dione këto shpjegimet e traditës, mirë po ne do duhet t'i luftonim ato, t'i promovon. Fillimisht do duhet problemi, unë besoj që komuniteti ka shumë probleme, me ato takim me njerëz që njohune të komunitetit, ka shumë probleme, ka probleme madje edhe familjare, familjet nuk është që i pranojnë sa duhet, dhe shoqënia pa diskutim. Po, mas pari duhet me qitë në pa problemin. E për me qitë në pa, mas mirëti është në data sikur sot, pra që është... Po, le të organizohet forma tilla, po, kur flasim për marshë. Le të organizohet, le të ketë një lloj proteste, një lloj demonstrimi, një lloj kërkese, shoqënisë që duhet me i pranuar ashtu siç janë. Do të keni mendje, ju nuk keni marrë pjesë në këtë marsh që është organizuar në Prishtinë, po jo? Jo, unë sapo erdha nga Peja dhe nuk isha fare në Prishtinë, tash sapo arrita në Prishtinë. Po dhe nëse do ishit në Prishtinë, do merrni pjesë? Jo. Pse? Fillimisht janë dy arsye madhore pse e bëjnë të panevojshëm këtë marsh, ashtu si është quajtur sot kundër homofobisë, por e para është se shoqëria kosovare, populli i Kosovës në përgjithësi, njihet si populli më tolerant rajon, ndoshta edhe më gjerë. Dhe nuk ka nevojë të promovohet diçka apo të imponohet një gjë e tillë pas fare një rrezikshmëri ky komunitet në Kosovë. Se ky imponim ju duket juve? Po, është imponim kuptim plot fjalës. Keni pa lider botror, ndërkombëtar dhe vendor të cilët mundojnë ta promovojnë këtë fenomen. Dhe e dyta, është shumë paradoksale kur sot promovohet drejtat e komunitetit LGBT, i cili ky komunitet rënon tërsi familjen botrore, jo vetëm kosovare, ndërsa 2 ditë më parë ne kishim ditën ndërkombëtare të familjes. Do thotë është kontradikt shumë e madhe. 2 ditë përpara në Kosovë festohet dita ndërkombëtare e familjes, ndërsa 2 ditë pas marshohet për komunitetin LGBT, i cili është armiku kundërshtori kryesor i familjes. Familja dhe drejtat e komunitetit LGBT, cili o problemi ndërmjet këtyre, çfarë shkon në kundërshtim, zoti Kelmendi? Është shumë e thjeshtë, në qoftë llogaritje matematikore, qoftë llogaritje shkencore dhe praktike. Martesat mes gjinisë së njëjtë nuk promovojnë rrugët e familjes, përkundrazi e shuajnë familjen, nga se ne e dim një çift i një gjinie, mashkuj, 2 mashkuj apo 2 femra, nuk mund të kenë fëmijë, nuk mund të lindin fëmijë. Dhe në këtë formë, kjo mënyrë automatike bjen ndesh me kulturën tonë edhe si popull, po edhe me familjen si shtyllë shoqërisë. Mirë, mohimi i drejtave bjen ndesh me liritë themelore të njeriut, zoti Kelmendi, kur njeriu ka drejtë të zgjedhë dhe natyrisht edhe kushtetuta i garanton një gjë të tillë. Nëse e dëshiron një burr, e merr një burr, nëse e dëshiron një grua, e merr një grua. Unë mendoj që fillimisht liria e njerëzve në Kosovë dhe nivel global është e pacenueshme në kuptim plot fjalës. Komuniteti LGBT, sikur edhe në vende të tjera, ka të drejtat absolute ta organizojë, ta zhvillojë jetën e vet në formën si ata e dëshirojnë, nga se ka një kushtetutë e cila ju garanton ato të drejta. Dhe fakti që ka një kushtetutë
po flasim për Kosovën, nuk kanë nevojë të promovojnë një fenomen apo një dashuri, si po e quajmë, mes njëri dhe tjetrit në rrugët e Kosovës. Presidenti e bëri sot, tha, kanë drejt dashurojnë. I besoni pak, i besoni zotit Thashin në sqarimin e tij? Ashtu sa i besoni jo, i besoj edhe unë. Thash që e di që është njeri familjar, ka bashkëshorte, dhe fjalimi thash që bie ndesh me ata çka është vetë. Do thotë na duhemi të jemi të drejtë për drejtë me popullin. Në asnjë moment nuk guxojmë të ofrojmë popullit diçka që nuk kemi vetë. Vetëm mos u thoni zoti Kelmendi se nuk i besoni gjithë atyre marshuzëve. Dëgja, unë nuk i njoh të gjithë. Nuk janë homoseksual vetë dhe dalin dhe promovojnë në fakt mbështesin të drejtat e një komuniteti. Dëgja, na e dim, jemi shumë... Jo rrallë herë ju kanë shkelur drejtat edhe në Kosovë. Kanë qenë të rrezikuar, Jo, nuk kanë qenë. Ata vetë janë inferior për faktin që e përmendje dhe bashkëbiseduesi se shoqëria e tillë kosovare është konservatore dhe nuk e ka pranuar dhe nuk e pranon lehtë një fenomen të tillë në shoqërinë tonë. Dhe fakti që shoqëria jonë është e tillë konservatore, populli i Kosovës, ata e kanë ditë gjithmonë veten inferior. Por fakti që janë inferior nuk do të që janë të shtypur. Po si ka bërë shumica të ndihen ata inferior zoti. Po fakti që pavarësisht ne kemi shumë vende në botë ku një komunitet shumë i vogël i ka gjitha drejtat absolute. A ju pengojnë homoseksualët juve zoti Kelmendi? Dëgjo, nëse më pyetni kanë ky këndvështrim, ju e dini, përmendet edhe reagimin tim, unë kam kryer jam në përfundim specializimit kirurgjinë maksilofaciale dhe shkencërisht mjekësia i definon, ka një definicion për homoseksualizmin që smundje kuptim plot fjalës. Pavarësisht. Po, mirë, ne kemi lirinë e shprehjes të menduarit, i kemi argumentet. Unë mendoj që gjatë debatit nuk e di sa kemi kohën. Kemi mjaftuar shumë kohë. Do t'ju jap edhe argumente të cilat kur nuk i keni parë për herë parë, do t'i ketë redaksia Klan Kosovës sot në tavolinën e saj ato argumente shkencore dhe jo vetëm kosovare, por ndërkombëtare, i ka me veti. Mjekësia shumë qartë ka definuar këtë bile në përvojën time personale, edhe pse nuk është vendi ta transmetoj përvojën time akademike në studimet bazë themelore, provimin e fundit para diplomimit fakultet mjekësisë e kom pas mjekësinë ligjore dhe provim e kom pas smundjen e homoseksualizmit, sadizmit dhe mazoizmit. Këto tri pije, po. Kjo është tash mirë, tash ta ndajmë kohën se besoj që ta ndajmë kohën. Nuk ndërpreva, mendoj që e shpalosë të dhiju qëndrimin, kështu që ta respektojmë edhe zotin Kelmendi. Zoti Kelmendi thot në bazë të parë, para se t'i japim edhe shpjegime tjera të se është smundje homoseksualizmi. E para është bindje, e dyta nuk cënën familjen, e treta nuk ka asgjë të keqe që në ditë ta festojmë familjen, sepse edhe ata edhe komuniteti ka familje. Nuk ka kontradiktor asgjë këtu. Është zgjedhje në kuptimin që është e vullnetshme dhe njerëzit zgjedhin këtë botë me bindjet e tyre, me besimet e tyre që të jetojnë me këdo. Kështu që nuk ka asgjë kontradiktore nëse para 2 ditë e festuam familjen, sot festuam... Si nuk e cënon familjen, a mund është me nësë sharu? Po sigurisht se nuk e cënon. Nuk ka asë një raport... Qysh rritet familja, me një shift? Nuk e, jo, nëse donë krejt njerëzime me bat njëtin gjë, kur gjë s'ka të keqë. Po s'ka familje, mo? Mirë, unë nuk e di që keni ndëruar, nuk di qëfar fakulteti keni. Jo, tash ta bëj, edhe qka nëse s'ka familje. Petriti është jurist. Jo, mirë shumë. Edhe çka nëse me bindjet e tyre njerëzit zgjedhin që të martohen me t'njëjtin gjini. Cili është problemi? Po dëgjoj, unë nuk kina lirit absolute të njerëzve. M'fal, problemet fetare, shpjegimet fetare është diçka tjetër. Kush i përmendi shpjegimet fetare? Konservatorë, shpjegimet fetare. Mos e nis debatin me paragjykim. Për bindje fetare sot Kosova ka doktorat të shkencave të Islamit. Edhe mundet klani mi ftuar dhe me debatu. Unë të jap argument shkencor mjekësor. Nëse e ignoron këtë argument është problemi jot. Jo, tash ti baj do pyetje për argumente shkencore. Cënimi i familjes, po ndalim te familja, apo nisi me rend. Jo, tash... Pendalim të familja. Kosova e ka të regjistruar në mënyrë legale 1.800.000 banor, e ka. 1.800.000. 2 milion flitet, 1.800.000. Nëse 1.800.000 banor martohen mes veti mashkuj me mashkuj dhe femna me femna. Sepse është besimi i tyre. Sepse është besimi i tyre. Po s'pohim besim tyre. Jo, është besimi i tyre. Ne po flasim për një drejtë themelore, zoti. Drejtë themelore për drejta për zgjedhje. Nëse ata me besimin e tyre zgjedhin këtë. Lem ta përfundoj argumentin. Jo, ka argument, po s'po do me dëgju. Nuk flas të zgjedhja, se njeriu në këtë botë ka lirinë absolute me zgjedh çka don. Edhe këtu me këndon. Vetëm pak. Ashtu është i lirë njeriu. Ta dhash një llogaritje matematikore. 1.800.000 banori ka Kosova. Nëse zgjedhin banorët e Kosovës me tu mashkuj me mashkuj, homoseksual dhe lesbike femna me femna, sa do të jetë numri banorëve mas një vjetë?
Sa do tjetë? Po mu s'intereson kjo? Po, ç'është intereson? Po s'intereson se ty nuk ty. O, Petre, unë di pse nuk t'intereson. Mu nuk më intereson kjo. Se po tregojnë pse. Nuk më intereson Ashtu kjo. sikur shumë disa më shumë, unë nuk i di bindjet e tyja personale dhe seksuale, është e drejtë e jotja. Nuk kam të drejtë as pak të interferoj. Dhe kishit të lashe nëse Petriti do ishte homoseksual, ose unë do ishte homoseksual të uleshim bashkë? Jo, absolutisht, jemi për t'ja për argument, po flasim me argumente, nuk po flasim me problemi dëshira. për këtë? Petrit, debatin e nisim me paragjykim dhe gabove. Tash prit. E para, u cenu familja me komunitetin LGBT, nuk ka familje, nuk shtot numri banorëve, s'ka fëmijë të ri, se s'mundën me lind fëmijë këta njerëz. E para. Këtë argument, zoti Kelmendi, Petriti po ndërhyjnë këtu, po thotë se është e drejtë themelore e njeriut për zgjedhur nëse dëshiron të ketë fëmijë ose jo. Nuk diam kuptove. Po ju kushtoj, nuk përbëni për familje. Përgjithësia e jon individuale për familjet. Nëse njerëzit besimet Që gjë qëllimi i Po, martesës. nëse më pyet mu, unë kam problem edhe me martesën. Është problemi jot personal është ai. Po, kam problem nëse si kuptohet në shoqëri. Me kultivu dhe me rrit familjen. Jo, më nuk është. Martesa me zjenisë së njëjtë. Po, martesa me po mirë, për trendet aktuale e di që nuk është. Martesa mes çifteve të njëjta, gjinisë njëjtë, përkundrazi nuk i run po rënën familjen se nuk ka më fëmijë. Cilat janë raportet që kanë dhënë një statistikë të ngjashme? Jo, në nivel global. Në nivel global. Mirë, le ta shtrojmë, le ta thjeshtojmë pak debatin. Zoti Kelmendi tha se unë ndola në mirë. Zoti Kelmendi familja. Prit, një sekond. Zoti Kelmendi tha se ky komunitet nuk është i rrezikuar në Kosovë. Dhe kjo është imponim. Ajo çfarë po ndodh sot. Po. Në fakt. Ta jap shpjegimin? Dhe zoti Kelmendi nuk beson shumë edhe tek fjalët e presidentit. Thashë të zyrtarëve. As unë s'besoj tek fjalët e presidentit, kështu që s'është problem. Nuk i besuat sot për komunikimin që pati? Zoti Sadiku, ne e para punës u përmend edhe në shoqëritë konservatore thash në fillim, këto lëvizje që mund dalin edhe të mund bën edhe në sipërfaqe dalin shumë më shumë, njerëzit kanë një farë lloj predispozite që ti të cenojnë ato drejta. Unë e di shumë mirë, me terme konkrete. Me terme konkrete, me terme konkrete. Me terme konkrete, Kosova 2.0. Kosova 2.0 ka qenë një element ku është sulmu, dhe të flasim që gjithë ata shikues ta marrin vesh. Në një aktivitet madje nuk ka pas bëj s'ka pas bëj me homoseksualizmin. Kosova 2.0 ka pas të bëj vetëm me një numër të revistës, që ata kanë quajtur Seksi, cilët njerëzit konservator, njerëzit ignorant, të padijshëm, të pa edukat, kanë shku edhe kanë pengu një aktivitet, një organizate edhe disa njerëzve. Kështu që ai madje nuk kena pas aty të bëjmë me homoseksualizmin. Kena pas të bëjmë vetëm diskutimi për seksin. Ka patur raportime vazhdimisht, Jo, edhe pse u mundon me ndihmë kushtrimin e po ta ndihmoj. Është vërtet kur është përmenda e natë ndoshta ka pas revolt. Nuk e kam kushtrimin këtu krah, po vetëm ta diskutojmë tash çështjen. Jo, ta diskutojmë çështjen e smundjes. Deshta me i bë disa pyetje në raport me smundjen. Po saktësisht. Ju tha që është smundje. Du me ditë cila është smundje, që është smundja. Ju, si doktor, le smundje, po smundjes dhe i këthejemi më pas të argumente. Le flasim për bazike. Zoti Kelmendi sot një komunitet të njerëzve në Kosovë i ka quajtur të smut. Edhe unë du me ditë, cila është smundja? Cila është smundja? Ne. Cila është smundja? Jo, më falë. Po t'i bëj disa pyetje. Cila është smundja? Qështu është smundja? Cilat janë medikamentet e shërimit, cilat janë doktorë që e shërojnë, cilat janë botimet e fundit që këta e quajnë si smundje, nëse jeni ndjeni, është një kod atje që quhet F69, nëse s'gaboj, që e cilësojnë i ka një renditje të smundjeve. Dhe nuk gjen asgjë kundi, është standard botëror që OBSH-ja ka, që e klasifikon homoseksualizmin si smundje. Kështu që nëse mundesh me thotë qysh, nëse ke probleme me veshkën, ka një shpjegim në raport me veshkën që ju si doktor e dini. Cila është smundja? Cilë qenë doktor? Cilë qenë medikamentet? Edhe sigurohet. Jo, se i ka qytë smundje, për ata thash që janë të rrezikuar sepse ka deputet në kuvendin e Kosovës, në Kosovë, që një pjesë shoqënisë e quajnë smut, për pa pas as një shpjegim. Ju thoni se zoti Kelmendi duhet i kërkoj falje. Po, sigurisht që po. Po të përgjigjem. Para se me quajtur në homoseksualizmin smundje ka quajtur dikush para me shkenca mjekësisë. OBSH-ja ka një listë të përfundoj. Po, pyet tash,
Pritash përgjigjet. Na gjithë e dim që në dekadën e fundit, trendi i ri global, konkretisht lobby LGBT ka ndërhyrë në shkencën e mjekësisë, po pavarësisht kësaj nuk ka mujt me i mohu faktet, ka dalë, po të pyes. Për atë arsye fillim të pyeta çfarë fakulteti ki, se ki pak probleme kuptu terminologjinë mjekësore. Jo, ma thuj ti terminologjinë mjekësore në raport me Tash gjithë ato ti tregoj se unë i premtova kushtrimin që në fillim e emisionit për herë të parë redaksia e Klan Kosovës do t'i ketë këto argumente. Po, zotri. Jo, vetëm pak, hiç mos jesh, me argumente po flasim. Ky është legjislacioni i gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe këtu e ki linkun poshtë, se mund të thush kjo litër, këtë litër do ta leo te ju. Edhe secili shtet e ka linkun. Dëgjoj titullin, legjislacioni i vendeve të Bashkimit Evropian me lidhjen transfuzionit të gjakut. Austria e ndalon transfuzionin e gjakut e homoseksuale. Le ta shohim gjithë me rend. Austria, Belgjika. Kjo nuk është smundje, kjo është shpjegim ansor. Cila është smundja këto? Vetëm pak. Po cila është një njeri smut nuk mundet me dhuru gjak. Jo, cila është smundja këto? Vetëm pak, apo do me t'i lezu gjitha. Po cila është smundja këto? Austria, Belgjika. Gjitha vende. Cila është smundja, më fal. Homoseksualizmin po flasim. Homoseksualizmi është smundje. Po, smundje. Gjitha këto vendet ka shumicën e tyre martesat. Mos dhe pitermes, martesa tjetër ma bet smundja tjetër çështje. Unë po flas mundesh mi kuptu ti argumente se a di çfarë transfuzioni gjakut. E para punës pitesi. A ki marr apo ki dhuru ndër gjak? Po kam dhuru gjak. A ki plotësuni formular aty? Më fal. Çka është HIV? Çka është HIV? Çka është hepatiti? Edhe çka është homoseksualizmi. Këto e kinë gjitha, në legislacionin e Bashkimit Evropian, unë i kom zirë këto. Në shtetet e Bashkimit Evropian, unë e dip se mbronti këta Petrit. Se Petriti, si pjesëtari i shoqërisë civile, organizatës fële, po, dhe të tjertë, marrin fonde të ndryshme, të mëdhaja për mbrojtjen e këtyre interesave. Unë e marr fond prej popullit, më popullin mbështet, dhe unë do ta mbroj interesin e popullit, të dihemi. I çani pallavra popullit. Jo, çe populli, çe ku ka argumentet. Po leato argumenton ti, zileni argumentet pyeta konkret. Shtetet e Bashkimit Evropian lejon edhe martesat. Si koka e mundur mirë shumë tash te martesa, dole tem tjetër. Ka dole. Si është e mundur që martesa që prodhon ndonjë smundje të tillë lejohet për ndonjë shteti. Po lësht e liu se në emër të demokracisë. Që si është e mundur, po e ka leju, si është e mundur, ti shko pyetja ata pse ka leju. Unë po tregoj shqip që në transfuzion gjakut, listën e transfuzionit gjakut në vendet e Bashkimit Evropian, personat homoseksuale kanë të ndaluar me dhuru gjak. Nëse nuk i beson me link i ki gjithat, kjo do t'ja lopë ne do e mbajmë ato, po me këto deklarata, me këtë ashpërsi në raport ndaj një komuniteti. Jo, nuk kem ashpërsi, nuk kem ashpërsi. Juve mund t'ju quajnë homofob. Ata le të quajnë çka dojnë. Jo, i quajti të smut. Oj, ka që shëndetësia, mjekësia ka që kush është smundja këto? Ble marru në të flasë, po s'ti s'polen me fol, po nuk polen me fol. Homoseksualizmi, lesbizmi, veç pak, gay, gjitha ato ki transseksual, biseksual, hynë bashk me sadizmi dhe mazoizmi, gjitha këto e smundje. Por, komuniteti fol LGBT, veç pak, kush i ka cilësuar? Bili, që tash disa informata tjera po tjera, në SBA për vitet 70. Unë po ta tregoj trendin, po se kupton. Trendi fundit shëndetësi, për me balancu këtë rezistencë. Okej, dhe më tha pas ka ndryshu pak, veç pak, bre, pa. S'ka me folti. Po, a ka ndryshu? Nuk e... Zotë Kelmendi po thot trendi atyre cilët avokojnë për drejtat. Po, kanë ndryshë shëndetësi, edhe tash, për negatë, veç pak. Zotë Kelmendi, një pyetje direkte, a keni ndajt me ndonjë homoseksual? Unë një pyetje kom për ty para se pse s'ma ki pru dhe një bashkras paku me bot 2 me 2 o 2 me 1. Po, pyetje është, pyetje, a keni ndajt, a keni takuar ndonjë homoseksual? 3-4 viteve kom pas një emision televizioni publik, nëse s'gaboj njeri prej mysafirëve ka qenë i tillë, dhe unë nuk kam problem me ta. Unë kam problem që populli i Kosovës, të cili unë e marr rrogën prej popullit të Kosovës, e kam obligim me transmetu të drejtën dhe të vërtetën. Dhe jo si këto shoqëri civile që marrin parë të majme nga këto grupe që i mbrojnë këto. Vetëm pak, gjitha do t'japi këto argumente. Jo, tash tregoj ne, çka keni bërë ju Kosovës, nuk doni pallavra me popullit, po çfarë argumente janë ato? Që transfuzioni i gjakut, për pallavrat e tua, unë ty po tregoj. Ju jeni ata që sot keni marr pjesë në marsh me krenari, veç te krytash. Gjithmonë. Merr marrë për mua është drejtë jote që ta ka garatuar se kam probleme ta cënua drejt. Veç që kam
problem me thonë që kush je ti personalisht. Ti je ai i cili sot merr pjesë me krenarinë në një marsh të tillë për komunitetin, ndërsa ti je ai i cili para 2 viteve në një konferencë të organizuar nga organizata juaj fal, ku ka qenë mysafire ish ambasadori amerikane, keni larguar vajzat me mbulesë nga ajo konferencë. Të bi vajzë këtu është Prishtinë vajza. Ajo është vajzë me 2 fakultete, vetëm për shkak mbulesës së saj, e keni larguar nga kjo është pa vërtetë. Ju po delin në akuza të rënda tjera dhe po dalim tash jashtë. Po, kjo është pa vërtetë. Ta shpjegoj ajo vajza është, po tregoj ekonomistë dhe fakultetin studim islam është Merita Boroci. Edhe ajo ju ka denoncuar juve, e keni largu vajzë. Mos flasim për këtë çështje, zoti Kelmendi. Kushtremisht ta sqaroni se devijojmë na kena debatin. problem këtu në Kosovë me islamofobin, jo me homofobin. Homofobin kur kush nuk e ka rreziku. Përkundrazi ju sot i keni qyt smut një pjesë. Po smut miksia e çun ata. Edhe ti dash argumentet. Unë argumentet, po ti se kupton miksin unë nuk kam probleme ty. Po cili është smundja, cili është kurimi? Smundjet kanë doktor, kanë kurat, kanë barna, cilat janë barna. Ju e shpaloset një argument, zoti Kelmendi. E shpaloset një argument, jo, vetëm, zoti Kelmendi tha se ju jeni ata cilët keni marrë fonde për të avokuar mbi këtë çështje. Këtu përgjigju zotit Kelmendit, lutem, që mos krijojmë huti për opinionin publik. E para, kjo është propagandë e njerëzve të pushtetit që në vazhdimsi e kanë thënë të njëjtën gjë. E dyta, po ne marrim fonde, nuk marrim fonde, foli nuk është organizatë që promovon asë një program nuk e ka që të promovon homoseksualizmin, promovon qeverisin e mirë, promovon respektimin e drejtave të njerëzit, që gjë ne sot e kemi promovu, do të thotë si pjesëmarrës në marshut, nuk kem marrë asnjë fond. Unë një organizatë që marrin fonde për të promovuar të drejtat e homoseksualëve, i mbështes njerëzit edhe organizatat, edhe këtu nuk ka asnjë problem. Nga ky argumenti i mbështetjes i avokimit, aty ka dalë ambasadori i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, me demokracinë më të zhvilluar në botë, institucione të rëndësishme, ambasadori i Britanisë Madhe, Rubio O'Connell, të gjithë tjerë kanë dalë mbështetje. Që kanë bindje racionale, po jo emocionale, njerëz që kanë shpjegime racionale për fenomenet, për dukurit, njerëz që kanë përgjegjësi publike për fjalën e thonë, njerëz që nuk shpikin smundje përderisa OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, nuk e thot si smundje. Jo se thot OBSH-ja, jo, më fal, po ti tregoj edhe më fal. Njerëz të tillë, sigurisht që dalin në ato marshuta, sigurisht që mbështesin. Kjo po i bie që zoti Kelmendi është emocional, nuk është racional. Zoti Kelmendi është propagandues fetar. Rrjedhimisht, feja edhe këto, jo propagandus fetari. Rrjedhimisht feja edhe këto lëvizjet cilat zoti Kelmendi nuk mund t'i duroj, janë në ndesh. Ne po flasim për drejtat njerëzit. Ne po flasim për drejtat njerëzit, cilët i kem të garantuar me një kushtetut, cilët duhet me i garantu edhe me gjitha ligjet tjera përcjellëse, edhe të cilat kanë një konsensus shoqëror, për të cilat këtu individ mund të kenë dilema, mund të ketë kundërshti, por që nuk mund t'ja dalin, sepse është një shoqëni e tanë, e cila është duke promovuar të drejtat e njerëzit të gjitha komuniteteve, pa përjashtim. Zoti Kelmendi, fjala për juve. Nuk di sa mujtë me pa, derisa bashkëbiseduesi foli, nuk e pengova në asnjë moment. Përkundrazi, 5 pyetje mi boni, asnjëherë nuk lamu përgjigj si duhet. Po, në këtë të fundit, po. Kështu që duhet ta ketë kulturën e debatit bashkëbiseduesi. Nuk është problem, jemi në debat hapur, këtu jemi demokraci, zoti. Ne pajtona plotësisht me juve, por ti hudhin poshtë, i thash në fillim dhe doli ashtu dhe po del në mes debatit që ky debatin e ka nisë me një paragjykim. Pse paragjykim? Pse tha propagandus fetar? Unë i tregova këtij të nderorit se në aspektin fetar, Kosova sot ka dietar doktor shkencave islame, të cilët mund t'i ftoni edhe t'ju argumentojnë çështjen e kësaj teme në aspektin fetar. Unë pavarësisht njohurive që i kam, nuk jam kredibil me shpjeguar argumentet fetare. I shpjegova argumentet shëndetësore dhe mjekësore për cilat kam kry fakultet, kam dhënë diplom dhe për cilat punoj çdo ditë. Nëse dikush ju referua OBSH-s si argument. Nëse tjetër kush nuk i pranon këto argumente, është problemi tyne. Unë jam i gatshëm me bashkëbisedu jo vetëm me ata që kanë marrë pjesë në marsh, por ata që janë pjesë komunitetit LGBT. Unë kam pas kontakte edhe të nivelit ndërkombëtar, që janë nga Bashkimi Evropian. Dhe çfarë ju ke thënë kur ju kam thënë argumente shkencore, komentuar seksualitetin e tyre? Po, ata normal. Keni thënë se ju jeni të smur? Vetëm pak. Po i thash dëgjoj. Kundërshtimet e mëdha në fushën e shëndetësisë, që janë bën kohë të fundit vetëm për ta mposhtë këtë smundje, kanë arrit një balancë me arrit. Çka është? Janë pajtu shkencëtar që homoseksualizmi mos definohet si smundje çrregullim mendor, se na e definojmë si çrregullim mendor. Vetëm një njeri jo normal
e promovon dhe e praktikon homoseksualizmin. Ndërsa, e kundërta, shëndetësia ka tentu me zbut, me neutralizu këtë balancë dhe e ka definu si smundje gjenetike. Kjo është edhe më rëndë, do thotë kjo trashëgohet, e më parim jo. E dyta, e përmendi kjo shumë edhe rastin edhe disa vendet Bashkimit Evropian. Unë e pa ky tha dhe si propagandus fetar. Gjitha ato akuzat të lidha të popo. Mirë, unë e thamë, nëse na dojmë me qetësu zemrën edhe popullit edhe për hir të argumentet të vërtetë. Na duhet ta marrim vendin e shumicës vendeve të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë, Slovenia si kryesuese Bashkimit Evropian vitin e kaluar, vitin 2012 me 2 prill e ka refuzuar me referendum martesën me zinisën e njëjtë. Në vit më vonë Kroacia ka refuzuar. Pra nëse donin Kosovë, edhe Kosovë qesi me referendum. Kroacia është vend fetar, goxha shumë. Edhe Kosovë le të vendos populli, por jo këta çdo vit me organizu marshe të tilla, për faktin se e përmendi ky edhe natën 2.0, pra po them, unë si Gzim Kelmendi, si deputet dhe kryetari i Partisë Sociale, në asnjë moment dhe në asnjë formë nuk mendoj që as protesta, as marshimi, as zona e zgjidh problemin Kosovë. Argumentet shkencore e zgjedhin problemin. Mirë, ku po do më ja, tani është shembull e marrim. Një pjesëtar i komunitetit homoseksual bën një pyetje, thotë unë jam i smur sipas fjalëve të zotit Kelmeni. Si duhet ta gjej shërimin? Po shumë mirë, kjo është smundje të rregova, po nuk la mu përgjigj. Është smundje shërbullim mendor, të cilin neuropsikiatri është profesionisti më i thirrur ta shërojë. Po, kjo është e shërueshme, shumë e shërueshme. Edhe do t'ju bie argumentet e shërueshme për shembull ta zgjedhësh një grua në vend një burri. Po normal. Kushtrim. Sa po tha para një 2 minuta që Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e cilëson si sëmundje mendore. Sa po tha. Ndërkohë që të përgjigj ty sikur se mund të shërohet sepse është smundje mendore dhe me çfarë psikiatri. Po la, kush është Organizata Botërore e Shëndetësisë? Po nuk ka referencë shkencës nivel botror, mos dëgjo këto. Unë tregova si politika ka ndërhyrë shëndetësi. Aty referencë. Jo, nuk jam unë. Kush është referencë? Po tregoj në shqip kush është referencë. Po tregoj Organizata politika ka ndërhyrë OBSH-ja, nëse OBSH-ja. Kush është referencë? Ti bi 10 libra nëse i kupton me lexu. Jo, OBSH-ja po flasim na. Nuk ka vetëm OBSH-i vetëm institucion që mund të thirret në emër të shëndetësisë globale. E dyta, unë tregova që po ska organizatë tjetër para. Mos bëjmë se shrak, besoj se na nuk duhet të bëhet se shrak. E dyta, pra OBSH-ja nuk e cilëson si smundje. Jo, është e vërtetë që nuk e cilëson se OBSH se politika ka ndërhyrë. Faleminderit shumë. Po politika ka ndërhyrë, aty pajtona me ty. Faleminderit shumë. E dyta, sigurisht që është një farë është trend, jo trend, po shoqënia ka evolu shumë ma shumë se sa para 50 viteve, se sa para 30 viteve, se sa para 20 viteve, dhe të drejtat e komunitetit i promovon në mënyra të ndryshme, sepse e shet që ka një problem. Pra, kur ta promovosh një të drejt, paraprakisht e dish që ekziston një problem. Edhe shusnit në Serbi ka pas një marsh, edhe ka pas sigurisht protesta, edhe ka pas... M'fal. Se me kalu shumë kesh. Se me promovu një dhunë Kosovë si kur Serbi. Sepse ka pas... Se këtu po promovohet dhuna ju dhunë. Po provokohet shështje. Po provokohet dhuna në Serbi, këto kemi ofër, ka pas marsh edhe ka pas probleme. Në Kroaci po ashtu, në shtetet rajonit po ashtu, në Brazil, që është një prej vendeve goxha shumë fetare, ka pas një 500.000 njerëz të komunitetit kanë marshu, nuk e kanë pas asnjë problem. Asnjë problem nuk e ka pas. Pra, shoqënit evoluojnë, ndryshojnë, edhe i shohin që do probleme, cilat nuk i kanë pasur para 50 viteve, i dalin tash, edhe tash i promovojnë. Jo, tash i promovojnë. Jo, shoqënia vedisohet. Shoqënia, shoqënia vedisohet. Rrjedhimisht i duhet që të promovoj disa të drejta që nuk i ka promovuar më herët. Ju do e pengoni një marsh sklavria deri m'fal. Jo, sklavria me shekuj ka qenë prezente në Amerikë. Kur është vetë disu në një mas, kanë thonë shikoni se duhet me ndalë, edhe është ndalë sklavria prej Lincolnit e tutje. Rasizmi te para 40 vite, 50 vite ka ekzistuar jashtëzakonisht i theksuar në Amerikë. Shoqënia është vetë disu, e ka thonë na duhet më dhënë të drejta këtyre njerëzve. Homofobia është tash. Po, është homofobia tash. Na si shoqëni do të mu vedisu për një të drejta. Ju thatë se nuk ju pëlqen të imponohet. Do e pengonit të zhvillohet kjo marshut? Unë mendoj që nuk kemi janë në monolog vetëm majtë e flet, mos në detyro me ndërhyn debat.
Jemi korrekt, e para, e dyta, e thash, evoluimi i shoqërisë dhe trendet botërore. Debati është i hapur për të argumentuar. Mirë shumë. Zoti Zogaj po jep zor sot shumë. Po, pesho, ky e dha një argument nga jeta e tij praktike pse duhet me mbështet LGBT-n pse pas ka probleme personale martesore. Po problemet mos e kesh përdor kështu. Edhe të pak. Jo. Thash me konceptin se si koncept fetar që ju keni. Kush po fol në konceptin fetar? Pse po paragjykon ti? Po ju jeni. Po s'keni të foli si doktor. Unë doktor jam. Po çfarë doktori je ti ku BSH-ja nuk ta paraqet smundje o BSH-ja. Çfarë është kjo? Po t'ja lexosh ato pallavra. A din gjermanisht të lexoj? Po pallavra janë ato që i kem mbledhur ti na. Hajde ta analizojmë bashkë ajo pallavra? Po do të analizojmë bashkë. Po nuk janë pallavra fetare të cilat ju i shitni edhe në kuvend edhe në xhami. Po jo çfarë është kjo? Po sigurisht po aty është Zotë Kelmen, po flasim për marshutën. Zoti Zogaj, lutem ta kontrollojmë debatin, lutem. Lem të përfundoj. Njerëz të tillë të marrin fonde, këta dojnë me helmu shoqërinë kosovare dhe dojnë sot të promovojnë një marsh, të cilët dojnë t'ia imponojnë shoqërisë kosovare. Runë mos merrni fonde për tjera sene ju tjerë. Fonde, mu popull pagun. Jo marrin fonde do kolekt ju. Ma leti do kolektemi, unë për veti po. Përfundimtarja po. Njerëz të cilët marrin fonde me promovu komunitetin të tillë, dojnë t'ia imponojnë shoqërisë diçka të tillë si normale, çka nuk është normale është smundje. Shkencërisht gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë të ndaluar transfuzionin e xhakut. Mundesh me vërtetu. Dhe e dyta, Kosova ka problem me islamofobin si rast i këtij personal dhe nuk ka problem me homofobin, se ky njeri tillë ka largu vajza nga konferenca ti me mbulesë për shkak mbulesës. Kjo është vajzë këtu dhe kërkoi falje publike se është gënjeshtër një deputet i Kuvendit të Kosovës me gënjë ditën për fjalën tënde. Po jo se s'mban përgjegjësi se e përgjithshëm me majt përgjegjësi. Drejta vërteta, kjo është smundje dhe e pamohueshme. Si zgjidhet kjo çështje për ta mbyllur tre elemente i tha. Tre elemente thash, po nuk ma jape minutazhin si të këtina. Unë e kuptoj që ki raporte ma ta fërta me to, por do të jesh korrektu. Nuk ka lidhje. Po besoj se janë duke ndjekur gjithë shikues. Para gjykimet e tij, na gjithë e dim kush është ky. Na e dim shumica, s'po them gjitha, se ka shoqëri civile të mirë në Kosovë. Po shumica marrin fonde që i mbrojnë interesat atyre fondeve. Ju ktheve për vetëm herë ju ktheve. Jo, ktheva. Dhe e treta, mos të mundoni t'ja impononi një shoqërisë diçka të tillë çka nuk e pranon kjo shoqëri. Si do i përgjigjesh kësaj kërkesë? Mos impononi, ta mbyllim debatin, zoti. Po, unë kam inicu ato raste njerëz, sigurisht i mbështes ata. Po, mbështetim para unë i mbroj interesat, sigurisht i mbroj interesat, edhe sigurisht që marr fonde, edhe ato fonde janë publike, po unë do doja me i mbrojt fondet zoti Kelmendi që është deputet. I shka mirë me mbrojt mirë të fundit e qeverisë Kosovës, të shtetit Kosovës dhe qytetarët Kosovës, që unë që opozitë më mbrojt qeverisë. Zotë Kelmendi tha mos na impononi. Mos na impononi. Pse keni nevoju me do vjet në përgjigje? A din kush bën marsh? A din kush bën marsh? E mbyllim debatin tani. Jemi korrekt zoti Kelmendi. Me qefin ose pa zotit Kelmendi, jo marshe të tilla, po në vazhdimsi, derisa ta bindim zotin Kelmendi, që aja çfarë ai beson është e gabuar. Edhe sigurisht se po, se shoqënia jo, njerëzit janë në kohë të turp dhe marsh me bindimi argumentet ti mos far marshi, ti del 50 herë derisa deputet të tillë ose do duhet të përfaqësonin interesin e qytetarëve, ose do t'ju tregojmë patjetër se marshet të tilla do të vazhdojnë gjithmonë të promovuar të argumentet pro dhe kontra të zotit Zogaj dhe zotit Kelmendi. Faleminderit shumë që ishit pjesë e debatit, faleminderit ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. Mirëmbëngjes.